Prioritetin kryesor e kemi antarësimin në NATO, do duhet që mbi 2.2 miliard euro të jenë për mbrojtje. Do të ndodhë rikthimi i dialogut Kosovë-Amerikë. Politika jashtme asnjëherë kur nuk është ndarë prej politikës të brendshme, se politika e brendshme e përcakton në fakt qysh si është kursi të tjerëve ndaj nesh, dhe ne në programin ton prioritetin kryesor e kemi antarësimin në NATO dhe njëkohësisht antarësimin në Bashkimin Evropian. Në programin tonë e paraqesim këtë përmes dy shtyllave, NATO-n, si dhe Bashkimin Evropian, si dhe në 50 zotimet tona që i kemi në program, do thotë janë përshkruara kështu. Për të hyrë Kosova në NATO, do duhet që mbi 2.2 miliard euro të jenë për mbrojtje. Kjo është një platformë strategjike jona, e cila do të përshpejtonte edhe integrimin evropian, edhe integrimin tonë në NATO. Tema e dytë, që ndërlidhet drejt për drejt me aspektin tonë strategjik së politikës jashtme, ne e shohim si aleancë që politika jashtme jonë strategjike do të më qenë vi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në këtë vit do të ndodhë rikthimi i dialogut Kosovë-Amerikë dhe njëkohësisht duhet që mbrana Ministrisë së Jashtme të miratohet një ligjëri për diplomacinë, i cili e trajton diplomacinë e Kosovës ndaras nga ligji përzyrtar civil, për shkak se modelet e Estonisë, modeli i Kroacisë, modeli i Slovenisë e përshkruan shumë qartë që ministritë që janë shtetet që janë në këto procese integruese ka nevojë për një diplomaci shumë më aktive. Pika tjetër që është bukur e rëndësishme ka të bëjë se një pjesë kjo ministri e ka edhe me diasporën. Ne do të kemi një platformë që quhet Brain Hub, platformë e cila do të sjellë personat, njerëz kyç, të cilët do të bëjnë dy lloj diplomacisë. Diplomacinë ekonomike përmes shfrytëzimit të Kosovës dhe njëkohësisht do të bëjnë miqësi me vende të cilat nuk na kanë njohur. Qasja ndaj vendeve jo njohëse do të jetë prioriteti jonë po ashtu kryesor, për shkak se ne aty e shohim konsolidimin e diplomacisë dhe shtetit Kosovës.